Që prej daljes së saj nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, kurioziteti se çfarë po ndodh me Eglin dhe gjendjen e saj shpirtërore, fizike dhe psikologjike ka qenë tepër i lartë. Egli vetëm pak minuta më parë ka reaguar për herë të parë nëpërmjet disa story në Instagram, kundër të tjera shpreh se çdo gjë do t'ia lërë kohës. Në reagimin e saj Egli shkruan: "Uroj që ky reagimi im i kërkuar aq shumë prej jush, t'ju ketë gjetur mirë ju dhe gjithë familjarët tuaj. Faleminderit nga zemra që keni shprehur këtë shqetësim masiv për gjendjen time. Ju detyrohem shumë. Dua ta nis duke ju thënë se ndihem e trishtuar dhe ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem në asnjë spital psikiatrik apo asgjë e ngjashme me këtë të fundit. Kam shumë njerëz pranë vetes që po investohen me gjithçka kanë, që unë të rimbledh forcat për ta dashur veten time shumë. Faleminderit Zot. Kjo çfarë po ndaj me ju sot është një ndjesi nga shpirti, e fjalë që vazhdimisht kam shprehur dhe brenda shtëpisë, por ndoshta duke mos i bërtitur fort, nuk kam qenë e mundur të dëgjohen mjaftueshëm. Mediatikisht mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë, te fatkeqësia e narrativës së historisë tonë. Nëse me lejoni ta quaj të paktën mjaftueshëm pamjeve ku edhe mua më citohen fjalime që si romantike e konformime se një ndjenjë ka lindur, se ka një vlerësim, tërheqje e pëlqim, se sheh një perspektivë deri tek ajo e gruas në të ardhmen, se s'mund të qëndronte dot larg meje, e sa e mund të drejtohet, sa të tjera, siç vetëm një partner ose dikush në këtë tentativë, puthje ledha time për shafime prekje të ëmbla e çdo lloj kontakti, qoftë edhe nëpërmjet syve, si një njeri i përfshirë në ndjenjë bën, e që ka një peshë të madhe përballë dikujt që ndjen. Nuk mendoj se ka vlerë të flas për sekuencat ku sa herë unë distancohesha, e mbaja qëndrim, rente pas meje duke më thënë se s'qëndronte dot larg meje, duke më bërë të pamundur të qëndroja gjatë stoike, pasi zemra amplifikimi e ndjenjat më bënin të thyesha para tij e ta përqafoja, duke justifikuar me faktin se shumë veprime i bënte për të mbajtur aktive lojën e tij, dhe këtë sado që lëndon e mirë kuptoj. Unë nuk mundem do t'i lexoj ndjenjat, por veprimet i kam lexuar si të tilla, të sinqerta. Për këtë arsye zgjodha të qëndroja e vërtet në ndjenjat e mia, të luftoja për to e të mos i mohoja siç edhe vetë ai më kërkonte. U përpoqja shumë të kuptoja lojën e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qoftë edhe kur ajo lojë cënonte respektin, dhe u shqetësova dhe u kujdesa më shumë për dikë tjetër dhe emrin e tij aty brenda sesa për veten, sepse e tillë jam unë, kur e dua dikë. Ose më saktë e tillë kam qenë e shpresoj shumë të kem marrë një mësim. Këtë herë sepse askush nuk duhet vënë para vetes. Në fund lëndohesh ti dhe vetëm ti, si një njeri që bën shumë për të tjerët, deri në vetmohim, tërheq narcisizmin drejt meje, e kundërta jote të tërheq. S'është hera e parë që më ndodh, ndaj dhe jam shprehur që disa tipare më kujtojnë dikën në të kaluarën time, pa patur dëshirë t'i jap më shumë detaje, sepse siç kam thënë, duaj që të flas për të mirat e të këqijat i mbaj për veten time, por këtë më duhet ta sqaroja. Unë jam më mirë çdo ditë që kalon, ma bën më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha nuk dua të lëndoj familjen e veten time. Vazhdoj të kem ndjenja, nuk mundem do t'i fik me buton, por të qenurit në distancë më bën ta kem më të ftohtë të realitetin dhe të jem më pak e ndikuar emocionalisht nga prezenca 24/7, që deri në momentin e daljes ishte e pamundur ta shmangja. Më ndikonte shumë emocionalisht. Malli është më i menaxhueshëm për mua se sa prezenca. Po merrem dal nga dal me veten time për të ngritur me efort, për të gjithë momentet tona të bukura që më bën të përjetoja lumturi dhe ndjenja të forta, i them faleminderit me gjithë zemër. Për sa kohë ai dhe vetëm ai, në ndërgjegje e di të vërtetën e kësaj historie dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë s'do të mundeshim të kishim një relacion romantik. Mendoj se nuk kam arsye ta takoj jashtë shtëpisë, të paktën për një diskutim të këtij lloji. Unë isha bërë tepërt në optikën e tij, e po më thuaj shpesh fraza, o unë o ti në këtë shtëpi, po më bën të pamundur të qëndroj këtu, po më prish lojën time për të cilën kam sakrifikuar e të tjerë, për një njeri që shkatron lojën dhe veten për të mbrojtur e luftuar për lojën e dikujt tjetër,
Është dëshpëruese të dëgjoj këto fjalë. Nuk e përballoja dot më këtë si kauzë dhe shumë veprime të tjera kontradiktore, ndaj dhe arrita në pikën ku rrugëtimi im të ndërprite. Uroj me gjithë zemër tani që nuk jam, të munde të bëj lojën të cilën unë po ja prishja, sepse nuk dua të jem kur pengesa. Nëse dinamika do të jetë e tillë, patjetër që vazhdoj të jem koherente në deklaratën time, se ai meriton ta fitoj këtë edicion, si lojtar i mirë larmishëm dhe me qëllim të qartë brenda asaj shtëpie, por edhe si njeriu që pati aftësinë të fitoj zemrën dhe besimin dhe më dha emocion, puthje të qeshura e të qara. Më bëri të harroja që isha pjesë e një loje dhe shtëpie ku po përshtatesha me vështirësi e ta doja atë vend. Kemi ndarë pjatën dhe shtratin së bashku dhe nga ana ime, nuk do të përshmohet asnjëherë. Zgjedh të mbaj mend për mirë, e t'i lë kohën e Zotin të ndaj hallalin dhe haramin. Faleminderit nga shpirti për të gjithë dashurinë dhe vlerësimin. E juaja Egli.